Rigjenerimi i trupit gjatë Ramazanit hap pas hapi. Gjatë muajit të Ramazanit, trupi ynë i është nënshtruar një rigjenerimi të plot. Në 3 ditët e para, për shkak të urisë për një kohë të gjatë, organizmi yt fillon të përdorë energjinë e depozituar. Kjo shkakton edhe lodhjen e dopsinë që ndjejmë ditët e para. Por nuk duhet të shqetësohemi, sepse gjatë këtij procesi, trupi fillon të vetpastrohet nga substancat e dëmshme dhe toksinat. Ndërmjet ditës së 3 dhe të 7, trupi ka filluar të përshtatet me agjerimin. Sistemi i tretë shqetësohet dhe rigjenerimi qelizor rritet ndjeshëm. Përmes mekanizmit të autofagisë, qelizat e dëmtuara dhe të parregullta eliminohen dhe zvendçohen me të reja. Kjo ndihmon në përmirësimin e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve. Pas ditës së 8, trupi mësohet me ndjenjen e urisë. Mendja fillon të qartësohet dhe aftësia e përqendrimit rritet. Si rezultat i agjerimit, organizmi fillon të prodhojë substancat e quajtur ketone, të cilat truri i përdor si burim energjie, duke rritur ndjeshëm performancën e të menduarit. Deri në fund të 30 ditëve, ky proces vazhdon dhe intensifikohet, duke sjellë rigjenerim trupor dhe mendor, ndërsa ne tashmë jemi mësuar me rutinën e re dhe madje as nuk na shqetëson më ndjenja e urisë dhe nuk ndjejmë as lodhje. I gjithë ky rigjenerim ndodh pavarësisht faktit nëse ne jemi të vetëdijshëm për të ose jo. Dhe në fund, ne dalim nga Ramazani me të gjitha përfitimet shëndetësore nga kjo terapi, pa llogaritur sevapet dhe përfitimet shpirtërore. Si mendon, a ja vlejti sakrifica?